Kjo dhe me thënë do jetë sot ligjëratë do jetë në elementar, ku ne do fillim direkt të abim dhe me thënë projektin e parë për, për, për një portfolio. Normal këtë mund të krijon ju portfolio personale që ta keni në të ardhmen si dëshmi ose si bazë kryesore në aplikimet punëve ose në marrje të klientave të rinj, nëse normal punoni si freelance e gjeni klienta tuaj personal. Një prej uh, thimeve më të mirë që e kam zgjedh është Blogsi, tek WordPress i moduli i kom spjegu Blogsi thimi çka është, për edhe thima tjerë që janë mirë, po unë jam normal jam shumë fans i Blogsi thimit, andaj edhe këtë të zgjedh si si temë kryesore. Atëherë shkojmë për një fillim. Zakonisht para se me kriju një faqe të re, shkojmë edhe i pastrojmë të gjitha gjëra që i kena momentale. Këta e mësum që këta mund të largojmë me këtë pjesën e antik, duke i bërë këtë elenj të pastër. Pastaj shkojmë tek postimet, edhe çfarë kena postime i fshim. Këto janë postime që i patëm për orën e kalume që ishte se i përket pjesës së SEO-s, mirë po këto mund t'i lejmë ne, sepse jena të punu internal mes nesh, andaj si fillim shkojmë tek pages, edhe e krijojmë page-in e parë, sa i përket kësaj pamjes këtu, edhe nisim direkt me implementim. Për ta pas parasysh diçka në krijimin e një website i prej zero, tash flasim domethënë gjithçka kur e nisim prej zero, si fillim nuk është kusht, mirë po është e udhës që gjithmonë me kriju si fillim headerin dhe footerin. Çka është headeri dhe footeri? Domethënë janë të lartë. Në kjo është headeri, edhe kjo në fund është footeri. Zakonisht, domethënë në shumicën e rasteve, të dyja krijohen para, pastaj fillohet, domethënë krijohet edhe kontenti brenda këtyre, sepse kur krijon këto të dyja para në fillim, edhe ja u japim instruksionet që këto dyja do vendosen gjithmonë ose kudo që të klikojmë ne, për shembull, te çdo faqe, projects ose contacts, të lartë mos ndryshojnë. Si bëhet kjo, do e mësojmë domethënë në vazhdim. Për të kriju header dhe footer, i kena disa opsione. Për këtë pjesë ka opsione edhe plugin special për këtë pjesë. Unë do ja tregoj një plugin që është free, edhe është prej pluginsave më të mirë për me kriju header dhe footer. Sa ti bëjmë update këto të dyja, edhe shkojmë tek plugins, add plugin, edhe tash do e marrim një plugin për header dhe footer, edhe aty do e krijojmë domethënë një njëjtësi tek faqja. Këtu domethënë lart tek searchi e shënim domethënë header and footer. E tash këtu do shfaqen disa pluginsa që bëjnë të njëjtën punë, mirë po ne do e marrim atë që neve na përshtatet, e ajo që është më e mira është domethënë është pak më poshtë, shkoni më poshtë edhe gjendet domethënë kjo këtu, domethënë Ultimate Add-ons for Elementor, e që logon e ka UE. E tash këtë ose e shkruajmë domethënë kështu, e marrim si titull, ose vetëm e shkruajmë header dhe footer edhe ndrrim deri tek kjo. Ultimate Add-ons for Elementor, që ka 2 milion instalime, është 5 star reviews, edhe është domethënë kompatibil me WordPressin dhe çdo gjë tjetër. Tash këtë e bëjmë aktiv.
Pasi e bëjmë aktiv, kthehen në të lart, s'ka nevojë ta më shiku, shkrim të exit. Edhe unë do e marr të titullin, do ja dërgoj me WhatsApp që nëse s'mund ta gjeni kështu me shkrim direkte e shënoni, do të thonë në këtë pjesë. Okej, tash do të thënë pamja e parë, header dhe futeri ti plugini është kjo këtu. Do të thënë këtu nuk prekim asgjë. Ajo që neve na nevojitet është do të thënë te kjo pjesa lart, header dhe footer. E këtë header dhe footer ose e gjejmë te kjo pjesa lart, ose tu anash, anën e majt tek paneli, ndër këtë pluginin e rank Matseo, e kena do të thënë pluginin UAE, që është Ultimate Add-ons for Elementor. Për që me këtë logo besoj ose me këto tre shkronja më njerë mund ta fiksoni se kjo është për headerin dhe footerin, do të thënë UAE. Pasi klikon të UAE, pak më poshtë e keni header and footer, edhe klikim të, edhe shfaqet pamje që ne do të thënë ne kena mundësi që me kriju një header dhe footer. Tash për ta kriju një header dhe footer, shkrim do të thënë tek add new, e tash do të thënë çfarë ne krijojmë. Ajo që ne do e krijojmë tash, do të thënë do jetë pjesa e headerit. Headeri do të thënë është kjo këtu lart. Kjo logo e këtu, menuja edhe to rrjetet sociale. E tash neve na duhet ta krijojmë këtu, do të thënë emrin e headerit, edhe ne mund ta vendosim për shembull këtu emrin mund t'ja vendosim headeri kryesor. Edhe pak më poshtë, pasi vendosim tu lart emrin, pak më poshtë të kena këtë opcionin këtu type of template. Do të thënë lloji i template, çfarë ne krijojmë. Ne do të thënë krijojmë header. Tash, tu kena një buton select options, edhe tu na shfaqet do të thënë një listë me header, before header, footer edhe custom block. Edhe kjo të pyet, do të thënë tash çfarë lloji të template-it je tu kriju. Ne i themi që jena tu kriju header. Okej, pasi klikon butonin header, shfaqen edhe dy opsione tjera. Edhe e para është domethënë në display on, domethënë ku dëshiron tash të shfaqet ky header. Ne i themi ky header dëshiron të shfaqet në entire website. Domethënë tu ka shumë lloje. Për shembull, ne mund t'i themi që ky header të shfaqet vetëm për postimet, ose ky header të shfaqet vetëm për shembull për outdoorin, ose për page-at që janë me search, ose për front page-in, ose për të arkivat, kategoriat e kështu me radhë. Mi për një themi, jo, kjo e derë dhe shfaqet për të gjithë website. Të me thënë është në fillim, lartë entire website. Pas e klikim të entire website, pak më poshtë kena user rules, rolet e userave, mirë po ne për momentin jena vetë, nuk ka nevojë të vendosim usera, kjo është normal kur 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 eh, kur punon për shumë me shumë usera ose me shumë vende në kompani, ose për shembull i targeton userat me klasifikim tek website-i. Mirë, po kjo është diçka pak më avancuar, nuk ka nevojë këtë pjesë. Ajo që është e rëndësishme është në ta zgjedhim të type of template header edhe display on në entire website. Pasi e bëjmë këtë, edhe shkrim e bëjmë publish. Ok, pasi e bëjmë publish, do të thënë ku mund ta gjejmë tash elementar këtë header dhe footerin që e bëm publish, e gjejmë domethënë përsëri tek header and footer, do thënë brenda këtu, kur e klikojmë tash header dhe footer, automatikisht u shfaq për herë të parë domethënë headeri jo. Tash domethënë emri parë quhet headeri kryesor, edhe domethënë i kena thënë që të shfaqet në entire website. Edhe tash këtë header ne do fillim tash ta bëjmë editim. Fillim tash domethënë të bëjmë ndryshime edhe ta bëjmë të njëjtën dizajn si lart. Tash për ta bërë këtë, shkrim edit, edhe kthehena aty tek pamja e parë ku ishim paraprakisht. Mirë, po tash ne i fillim edhe bëjmë edit with Elementor. Edhe klikim te butonin edit with Elementor.
Ok, pas që e bëjmë editu fillimentor, na shfaqet pamja e elementarit. Tash dhe me thënë fillim edhe analizim se çfarë na duhet neve. Na duhet dhe me thënë uh, një menu, një logo edhe rrjetet sociale. Tash për ta marrë logon e këtyre ose fotografitë e këtyre që janë këtu, unë kam një extension që quhet Image Downloader, është dhe me thënë kjo extension këtu. Çfarë bën kjo? Do ja dërgoj tash në WhatsApp, edhe pse e kom postu edhe më përpara te grupi. Kjo bën dhe me thënë ne mundson neve që t'i bëjmë download faqet ose fotografitë të një website i tjetër paraprakisht çfarë do si tjetër. Thjesht është shumë e thjeshtë në përdorim, e klikojmë domethënë këtë shenjën këtu, edhe kjo na i shfaq të gjitha fotot ose logot që i ka ky website. Neve na duhet logoja, edhe drejt e klikojmë të butonin të download, edhe kjo më njëherë e bëni download foton, edhe marrim edhe foton këtu që është, edhe këtë, edhe këtë foton e këtij personi. Tash, këto janë domethënë të downloaduar në kompjuterin tonë tash. Tash çfarë na duhet neve e marrim një kontajner. E marrim një kontajner edhe e emërtojmë me emrin, për shembull, Haderi, kryesor. Këto emërtime ju mund t'i bëni në bazë të preferencave tuaja se si duket ose si u vjen më mirë. E tash brenda këtij headeri, ne domethënë do të fusim logon, menujen edhe rrjetet sociale. Tash çfarë bëj unë? Shkoj tek plusi përsëri, edhe e shkruaj këtu logo. Mas e shkruaj logo, këtu do të thënë del një që quhet site logo. E marrim të që është site logo, mirë pa e marrim të këtu lartë, sepse kjo e dyta është me pagesë, me ka këtë çelësin këtu që është në pro version. Ne po ne e marrim të site logo, që i bie logoja e faqes, edhe e vendosi brenda. Okej. Tash pas kësaj na duhet domethënë menuja, që është në home, about, projects, contacts. Shkojmë tek plusi, edhe e shkruajmë menu. Edhe e marrim të që lexon navigation menu. Do të thënë këtu ka kjo këtu, do të thënë janë pro, në to gjithmonë do i shikoni këto që janë free. Këto që kanë Chels janë në pro version. Ato dyja janë free, mirë po ne e marrim të që lexon navigation menu. Edhe e vendosim këtu. Edhe na duhet rrjetet sociale, shim të plusi, edhe e shkruajmë të domethënë social media. Edhe ja ku i kena të domethënë kjo është pro, kjo është falas, edhe ja du ku vendosën në rrjetet sociale. Tash domethënë i vendosim tre elementet që i ka ky header, domethënë është kjo edhe kjo. Tash ne jena të bu arkitekturë, jena të e bu pjesën e strukturës, pastaj do fillojmë me dizajnimin. Dizajnimi është më e lehta. Pjesa më e lehtë është domethënë dizajnimi, edhe që bëhet në fund. Ajo që është më kryesorja është domethënë bëhet struktura, që është më kryesorja, pastaj dizajnimi shumë e lehtë. Ne strukturën e bëm, mirë po tash çfarë na duhet? Tash domethënë elementet që janë brenda kontajnerit janë të renditura në mënyrë horizontale, që i bjen domethënë ato janë të renditura drejt. Këtu është logoja, menuja edhe rrjetet sociale në mënyrë horizontale. Mirë po ne këtë çfarë kena këtu, ne i kena të renditura në mënyrë vertikale. Logoja, këtu është menuja, këtu domethënë është rrjetet sociale. Neve tash na duhet që këto t'i rendisim domethënë logon ta vendosim këtu, menujën këtu, edhe rrjetet sociale t'i vendosim këtu. E si bëhet kjo? Tash ne ku e mësuam pjesën e kontajnerave, edhe i shikoshim në detaje, kishim një opsion tek Flexboxi, tek Direction, kishim mundësi që kontajnerin me e bë domethënë horizontal ose vertikal.
Këtë e shpjegum në detaje tek ligjërata e dytë e elementarit. Tash, për momentin, kontajneri është në vertikal, është në këtë opcion. Neve na duhet ta klikojmë këtë butonin tu, row që ta bëjmë horizontal. Në momentin tash kur do e klikoj këtë butonin, automatikisht këto elemente që e brenda kontajnerit do bëhen horizontal. Ja, ok. Tash do të thënë këto u vendosën në mënyrë horizontale, e që do të thënë u bën njëjtë si tek faqja. Tash na duhet neve do t'i strukturojmë. Tash pasi klikojmë ne do të thënë row horizontal, mirë po ta keni parasysh gjithmonë. Për të rëndit elementet gjithmonë brenda një kontajneri, duhet gjithmonë ta klikoni kontajneri. Tash kontajneri këtu është headeri kryesor që kena emërtu. E kur e klikojmë këtë pikën këtu, që kjo i hap edhe i mbyll ta. Mirë po kur i hapim ne këto, këto elementet që janë pak më të ngjathë, që nënkupton se këto janë brenda këtij kontajneri. E tash ne për të bërë ndryshime të këtyre elementeve duhet ta klikojmë kontajnerin kryesor që i ngërthen brenda këto elemente. E tash ne e klikum kontajnerin kryesor, edhe e klikum direction horizontal, edhe tash i themi që do të thënë justify content të jetë do të thënë space between, do të thënë hapësirë mes tyre, edhe align items mund t'i lejmë cent, do të thënë të jenë përputhshmëri me njëra tjetrën, do të thënë në mënyrë horizontale të drejtë. Ok, tash e kena bo strukturën, do të thënë në rregull. E bëjmë publish, edhe e bëjmë view page. Edhe në ditë do të thënë tash menuja. Mirë po menuja për momentin s'ka asgjë. Ju e shikoni edhe vetë, është një logo këtu që ka ardhur prej Elementorit, menuja këtu është bosh, sepse ende s'kena kriju, edhe rrjetet sociale janë këtu. Mirë po qëllimi jonë është që ne e bëmë strukturën njëjtë si tek kjo. Do të thënë ne e bëmë strukturën njëjtë si kjo. Logoja, menuja, edhe rrjetet sociale. Tash e bëjmë dizajnimin. Për ta bërë dizajnimin është shumë e lehtë. Tash shkojmë edhe e krijojmë një menu. Para dizajnimit shkojmë e krijojmë një menu. Dalim prej këtu, exit. Shkojmë tek apparent, shkojmë tek menus. Edhe tash e kena opcionin me kriju një menu. Tash e kena këtu create new menu. Edhe të kjo create new menu e vendosim, do të thënë emrin, e vendosim menuja kryesore, edhe e bëjmë create, edhe pak më poshtë display location, ku dëshiron të shfatet, ne i themi të shfatet në header. Po një kohësisht edhe në footer. Edhe i themi create menu. Ok. Tash do të thënë këtu pak më lart, si mund ta dallojmë se jena tek menuja kryesore, tek pak më lart shikojmë domethënë këtu të përzgjedhur se jena në menun kryesore që i krijum ne. Edhe tash domethënë për çtu domethënë menuja i kena disa opsione. I kena opsionin domethënë direkt me i marr prej tek page-at që i kena këtu lart, që janë dy page-at krijuame, të dyja në home, ose me shku domethënë tek custom links me i shtu vetë ne. Si mund të shtojmë ta vetë, domethënë emrat e tyre, e kena këtu domethënë për momentin, momentalisht këtë e vendos vetëm ashtu sa për mos me qenë bosh, se link ne për momentin nuk kena. Mi po unë e vendoj këtë hashtagun që domethënë mos ketë hapësirë, sepse duhet patjetër të vendosim diçka. Unë e vendos vetëm për test, edhe ja vendos për shembull këtu emrin Ballina. Do e bëj shqip që të ketë më shumë kuptim. Edhe bëj add to menu. Kur të bëj add to menu, kjo automatikisht do shfaqet këtu. Ja, pra ku shfaq Ballina.
Edhe e vendosim një emër tjetër që i bjen domethënë rreth nesh ose shërbime. Shërbime, okay. Tash quaj se ne na tu e bën një portfolio për një faqe për personale, për ne. Edhe pastaj kena domethënë tjetrën, rreth nesh ose mund ta bësh rreth meje. Edhe këtu mund ta vendosësh edhe një për shembull kontakti. Edhe bëjmë atë të menu, edhe bëjmë save menu. Tash, në moment unë tek faqa që e kena këtu, në moment kur të jap refresh, shikoni tash do të thënë kjo menuja që e kriju këtu, do na shfaqet direkt këtu. Shifni tash. Jo ende nuk u shfaq sepse do të shkrim ta ndjes, do të thënë do të shkrim tek header dhe footer, ta bëjmë editus elementar, edhe ti tregojmë atje se tash ne kena bëu domethënë menuën gati. E klikojmë menujen, edhe këtu e kena menu, ne i tash e zgjedhim menu kryesore. Në menuën tonë ja pra ku shfaq. E bëjmë publish, view page, edhe ja pra domethënë ku shfaq menuja, njëjtë si tek faqja. Tash domethënë jena në rregull me këtë pjesë, tash do fillojmë ta bëjmë stilizim. Kjo është domethënë edhe menuja është në center, një moment. Kjo i ka layoutin, i themi në center, është horizontal, edhe kjo në center, të jena në rregull. Tash çka do bëjmë? Tash do e ndryshojmë logo. E klikojmë logon, edhe këtu e klikojmë butonin custom image, do të thonë vendosim një image tonën, e klikojmë të butonin këtu, edhe shkrim e bëjmë upload image. Edhe marrim logon që i kena për këti, ose logon tonë personale. Unë për shembull do i tek website im personal, ileneziri.com. Kjo është faqja që e kam unë që punoj online, edhe e marr logon time, edhe ju për shembull mund ta bëni një logo tuaj personale, edhe e vendosin tek website-i, edhe unë e bëj tu upload, edhe e bëj select, edhe ja ku vendos logoja ime. Tash tu ka mundësi unë këtë logo me ta bëj më të madhe, më të vogël, shumë ta bëj full, thumbnail, pak më të vogël. Mi vë çfarë do bëjmë, ne dëshim do e lëvizim me koordinata, si fillim dhe bëj full, edhe tek style, ka mundësi që t'ja largoj këtë, ta bëj më të madhe, më të vogël, unë do e lej për shembull 20%, edhe tash do t'i them position, do të shkon në left, do të shkon në këtu ku ishte, se vjen këtu në center, se e ka prish designing këtu. Si bëhet kjo? E kena këtu opcionin alignment left. Ja pra. Edhe tash e klikim ballinën, domethënë e klikim të navigation menu. Tek navigation menu i themi që do jesh në center, style, edhe shkojmë domethënë tek pjesa e widthit, asaj në fillim logo që ja bëm 20, e kësaj domethënë mund t'ja bëjmë custom, edhe e zgjerojmë derisa të vijë në vijë. 100% të lejmë, edhe rrjetet sociale, njëjtë edhe këto, shkojmë tek advanced, ke width, custom, edhe bëjmë full, ose e lejmë pak më të vogël, çka kështu,
Këto e zgjerojmë, ja pra, edhe këto e bëjmë center, logo është një, e bëjmë publish, ta shikim se si duket, ok, dhe me thënë këtu janë, këtu është menuja, këtu është logoja, këtu janë rrjetet sociale, dhe thënë njëjtë edhe këtu janë rrjetet sociale, menuja, edhe logoja. Tash, do të thënë do fillim ta dizajnojmë. Ngjyrën për shembull, nuk është patjetër ta merrni këtë ngjyrë, ju mund vendosni ngjyra që mund t'i bëni në bazë të logos ose brandit tuaj. Tash për ta stilizuar këtë headeri, shkojmë tek kontajneri kryesor, headeri kryesor, shkojmë tek style, shkojmë tek background edhe e zgjedhim background type klasik, edhe këtu e kena opsionin color, edhe këtu e kena këtë butonin që mund ta zgjedhim ngjyrë. Shumë tash këtu mund të vendosim ngjyra të ndryshme, shumë të verdhë ose gjelbër ose kuqe. Shumë unë e marr këtë, edhe e bëj publish, bëj view page, edhe tash do të thonë të ndryshu ngjyra e background. Kjo është pjesë e preferencave që ne mund të ndryshojmë këta në bazë preferencave tona ose nëse kena klienta, varet ato çfarë ngjyre na kërkojnë ose çfarë brendi kanë. Prandaj kjo është zgjedhje. Tash shkojmë tek pjesa rrjeteve sociale. A mund të ndryshojmë rrjetet sociale? Po, mund të ndryshojmë. Shkojmë tek këto pjesë këtu. Edhe këtu për momentin e kena 3. Këtu do të thonë mund të shtojmë edhe më shumë. E kena butonin add item. Edhe këtu e kena logon, cilën logo të rrjetit sociale. Për shembull e shtojmë këtu LinkedIn. E zgjedhim këtë, e bëjmë insert, edhe ja ku shtu do të LinkedIn. A mund këto të ndryshim të bëjmë më të mëdha, më të vogla rreth ngjyra gjëra, po. Për shembull këtu e kena mundësinë tek shape, po për momentin është rounded, ne kena mundësi të më thënë të bëjmë kock, square, ja pra, ose rreth, circle, ja pra, rreth. Edhe këtu kena një mundësi të më thënë të t'i lëvizim, edhe t'i bëjmë më të mëdha ose më të vogla, ku mund t'i bëjmë të, shkojmë tek style, kena mundësi të më thënë ngjyrat që ndryshojnë, ose i lejmë oficial color janë do të thënë ngjyrat oficiale që i kanë vetë këto kompanijat, ose ne mund t'i bëjmë me ngjyrat tona, për shembull custom, edhe unë i them që për shembull të gjitha rrjetet sociale, ikonat i bëjmë me ngjyrën për shembull gjelbër. Aja ku bën të gjitha me ngjyrë të gjelbër ose të kuqe, ja pra. Mirë, po më e mira është domethënë t'i lejmë me custom oficial color. Ja, pra. Edhe këtu kena mundësinë tek size, me i bë më të mëdha, më të vogla, ja pra, të ndryshim madhësinë e këtyre. Edhe ne i bëjmë, domethënë, normal i lejmë dikun të kështu, ose 20 ose 18. Edhe mund t'ju japim domethënë spacing mes vete, ja pra. Edhe mund t'ju japim edhe efekte tjera pastaj, mirë po kjo është pjesë pastaj që hin detaje, mirë pa ajo baza kryesore është ta dini këtë, ta dini. Edhe tash kjo domethënë është pjesa e parë, ku si mund vendosen linkat, për shembull, linkat e rrjeteve sociale. Unë për shembull shkoj tek YouTube im personal, tek kanali, shkoj e marr domethënë këtu tek kanali, e marr linkun lart, vi tek rrjetet sociale, shkoj tek YouTube, edhe vendos domethënë linkun këtu, paste, edhe bëj publish. Në moment kur e bëj publish, shkoj e shikoj, edhe tash do të tek menuja, kur i klikon këto s'ka asgjë, normal. Mirë po, nëse klikoj YouTube-in, kjo tash do të dërgon tek YouTube-i im personal. Ja pra. Kjo është domethënë që ne mund t'i vendosim edhe për rrjetet sociale tjera, që ne i vendosim në këto linka. Kjo domethënë është sa i përket pjesës së headerit,
E që ne e bëm një eder dhe më thënë profesional, e tash kena mundësi që ta bëjmë edhe pjesën e parme, që është kjo këtu, edhe këto dhe më thënë mund ta bëjmë në bazë të preferencave tonë, çka bëjmë, nuk është patjetër të jetë ky dizajn, mund të inspironi për shembull edhe në internet me dizajne të tjera, për shembull si mund të inspirohemi, mund ta bëjmë për shembull portfolio, website examples. Ja, vetë se ishte një këtu, edhe shkem këtu domethënë, edhe i shikim të dizajnet këtu, edhe inspirohemi, për shembull ky dizajni këtu ja. Për shembull ka vendosur fotografinë e vet, edhe këtu tekstet çfarë ka, ose ka për shembull dizajne të tjera, që janë edhe më të thjeshtë ose më komplikume ose më të mira, varësisht prej neve. Edhe këtu njëjtë, domethënë kena mundësi me u inspiru prej shumë ë prej shumë dizajneve. Ajo që unë do e kisha marrë është ndonjë që është për shembull më e thjeshtë, për shembull kjo ishte domethënë është më e thjeshtë, thjesht i ka tekstet edhe një fotografi këtu, edhe headerin e paska të njëjtë si ne e paska. Në headerin lart ne kena gati rrjetet sociale, edhe këtë pjesën e ne mund ta bëjmë njëjtë si kjo. Si mund ta bëjmë për shembull? E marrim si fillim kontajnerin kryesor, edhe ja vendosim emrin tash kontajnerit kryesor, e vendosim këtu emrin, ë pjesa e parë ose unë zakonisht e quaj hero section, mirë po ju ja vendosni emrin në bazë të asaj që juve ju vjen më lehtë. Edhe tash tek kjo është hero section, është kontajneri kryesor. Tash ky kontajneri kryesor ndahet në dy kolona. Kolona e parë është kjo pjesa këtu, që ngërthen brenda titullin, një tekst edhe këtë butonin me email adres, edhe kolona e dytë është që ngërthen domethënë fotografi, domethënë ndahet në dy kolona. Tash domethënë ne mund t'i marrim dy kolona, i marrim dy kontajnera që pastaj do i marrim me kolona, e marrim një kontajner, edhe e marrim kolona e parë, kolona 1, e marrim edhe një kontajner tjetër, ose të njëjtën kontajner, këtë, e bëjmë duplicate, e klikojmë me mouse 2, edhe e kena mundësi të me bëu duplicate, ja pra, edhe vetëm tu e vendosim emrin kolona 2. Ja pra, edhe tash këto dy kolona janë të renditura në mënyrë vertikale, mirë po neve na duhen në mënyrë horizontale. Tash e klikojmë butonin atë kontajnerin kryesor që ju thash edhe pak më parë, që nëse dëshirojmë të bëjmë ndryshim brenda elementeve tek kontajneri kryesor, zakonisht e klikojmë kontajnerin kryesor, që është hero section, edhe brenda hero section kena dy kontajnera tjerë që i kena emërtuar me kolona 1 dhe kolona 2, e tash këto duhet i bëjmë me direction horizontal. Ja pra. Tash fillojmë edhe fusim elemente. Ato që janë elementet e brenda janë më thonë si fillim është një titull, shkojmë tek plusi, edhe shkruajmë heading, ose e marrim direkt prej këtu, edhe e vendosim, edhe e marrim tekstin, do të thënë gatshme pitu, ose e marrim një tekst prej këtu, ose një tekst që ne për shembull këtu my name is, edhe vendos një emrin tuaj, për shembull, unë do vendos për shembull Limeziri. Pak më poshtë kena një tekst, tu mund ta vendosim një tekst, edhe pak më poshtë për shembull do shkruaj si buton këtu, kontakt adres, ose një buton call to action, për shembull, kontakto ose diçka ngjashme, e vendosim një buton, edhe tu për shembull mund ta vendosim rezervo një takim. Okej. Edhe tek pjesa tjetër e vendosim image-in, fotografi, tu vendosim një fotografi, edhe e zgjedhim një fotografi tonën, për shembull e vendosim fotografi,
timën, derisa të bëhet upload. Ok, vendos select, ja pra, ku vendos edhe fotografia, e tash do me thënë, ne e bëm strukturën. Shumë e bëjmë një publish, vetëm e shikim se si duket struktura. E dizajnimin do fillim ta bëjmë tash. Struktura duket tash kështu domethënë. Ë titulli, një tekst, edhe një buton, edhe këtu anash është fotografia. E tash domethënë këtu tash do e stilizojmë. Domethënë kjo është kolona e parë, kjo është kolona e dytë. E tash neve çka na duhet, për shembull na duhet t'i vendosim një background, ti kontajneri, shkojmë tek Hero Section, dhe vendosim një background për shembull pak me një ngjyrë të lehtë, diçka kështu. Ok, edhe titullin e vendosim e bëjmë një, edhe tek style, tek typografi e rrisim sizing, do të thënë madhësinë e titullit e bëjmë pak më të madhe, që ta mrim domethënë nivelin, se jo pak më lart, kështu diçka. Edhe këtu në mes kësaj, domethënë për ta bërë një hapësirë këtu në mes, e kemi një opsion këtu, ta bëjmë e vendosim hapim një klap edhe shkruajmë BR këtë këtu. Në këtë do ja dërgoj në chat që ta keni copy paste. Çfarë bën kjo? Kjo thjesht bën një break, një enter ose një ndërprerje mes shkrimit. Edhe këtu e vendosim një title, një përshkrim. Për shembull, do e marr një përshkrim nga website-i personal, për shembull Pekabau. Do e marr për shembull këtë këtu, edhe e vendos këtu, ja pra. Edhe këtu e kom butonin, e rezervoj një takim, butonin këtu mund ta ndryshoj, jap një dizajnim tjetër, ose tekstin, për shembull, titullin të një tekst, një ngjyrë pak më të mirë, për shembull kuqe ose të zezë. Edhe butonin, për shembull, i japim stilizim diçka me ngjyrë që bie në sy më shumë, për shembull ose e kuqe, ose e kaltërt, e fortë, diçka kështu, që bie në sy, edhe domethënë këtu është tash butoni mund edhe ta mund edhe ta dizajnojmë më ndryshe, për shembull ta bëjmë me më të madhe, ma gjerë, mirë, po për momentin është në rregull. Edhe këto i vendosim center, të jenë të pozicionuar këto elementet. Domethënë klikoj kolonën numër 1, kolona numër 1 i ka brenda elementet që janë headingu, teksti edhe butoni, që janë këto këtu. E tash këto elemente që janë brenda kolonës 1, unë dëshiroj t'i vendos në center, të rinë center, jo lart. Edhe shkruaj tek justify content, edhe klikoj center, edhe këto bin domethënë këtu brenda, ose mund ta bëjmë space between. Domethënë hapësirë mes këtyre, mirë po ne e lejmë center, është më e mirë. Ja pra, edhe tash na duhet t'i japim hapësirë, domethënë tu lart edhe këtu poshtë. Të fotografia që i kena hapësirë lart dhe poshtë. Për ta bërë këtë shkojmë tek Hero Section, komanderi kryesor, shkojmë tek Advanced, edhe kena tek opsionin padding, e largojmë të linkun këtu, edhe vendosim top, për shembull 100, edhe buton 100 piksel. Edhe bëjmë publish, bëjmë view page, edhe ja pra do të bëhet tash
dizajni më i bukur edhe u stilizu. Këtë normal ne mund ta stilizojmë edhe më shumë, për shembull fotografinë mund ta bëjmë edhe me gjëra të tjera që janë më ndryshme, ngjyrat mund të ndryshojnë, gjëra të tjera, mirë po kjo është pjesë pastaj e preferencave edhe kreativitetit tonë që ne mund ta kemi. Kjo domethënë është pamja e parë që u kriju një faqe si fillim me një header edhe një pjesë të parme që unë e quaj gjithmonë hero section, edhe to domethënë i keni i keni direkt në elementar. Tash ë, ne a mund të bazohemi 100% tek njëra mundet, mirë po ë, mund të bëjmë domethënë dizajnet tona ose preferencave tona. Andaj këtë pjesë e keni edhe ju pjesë të lirë që t'i zgjedhni ju vetë se çfarë dizajni të bëni ose të inspironi domethënë nga interneti me dizajne të ndryshme që i keni. Kjo është domethënë sa i përket pjesës së projektit të parë, e që normal për ta kompletu komplet na duhet edhe një orë tjetër, edhe për ta bërë një faqe komplet ne vetëm e sot të bëm pjesën e parme, pastaj pjesa e dytë do na ecë për shembull të vendosim gjërat që ne i dim, ë pastaj projektet që i kena bë, edukimin, eksperiencën, shërbime çfarë ofrojmë edhe futerin. Mirë po këto mund t'i bëjmë për një orë ose i bëjmë nesër, e lejmë SEO-n për javën tjetër, edhe e përfundojmë me elementarin, ose lejmë javën tjetër, do e rishikojmë këtë pjesë. Andaj si detyrë shtëpie, e keni domethënë që ta krijoni një header me heroes action, njëjtë si e kam bërë unë, mirë po dizajnin mund ta ndryshoni domethënë ju mbas preferencave tuaja. Mos harroni domethënë që si fillim për ta kriju e bën procesin, shku me marrën një plugin të ri që ishte domethënë header dhe footer UAE që i bjen Ultimate Add-ons for Elementor, që e dërgova edhe në chat, e instaloni këtë plugin, shkoni tek header and footer, e krijoni domethënë një header, e editoni, pastaj këtë header domethënë filloni direkt me Elementor, njëjtë si e bëra unë këtu. Nëse ka domethënë paqartësi, ndëgjoni videon me kujdes, dhe ngadalë, me pauzë, nëse jo, domethënë tek grupin e WhatsApp, përpjekje përgjigje, domethënë nëse keni paqartësi ose ngecje, me shkruani, mi dërgoni screenshotat edhe ju jap feedback më njëherë se ku është problemi. Kjo është sa i përket ligjëratës së sotme, nëse ka ndonjë pyetje, ligjërisht urdhëroni. Okej, nëse nuk ka diçka, atëherë do të thënë te keni si detyrë, edhe ta mani mend, do të thënë ky do jetë projekti juaj personal nëse dëshironi të ardhmen që ta keni si bazë kryesore për portfolion tuaj. Kështu që jepni fokusin sa më shumë kësaj pjese, nëse dëshironi që ta bëni edhe më të avancuar, do ju ndihmoj unë maksimum që ta bëjmë sa më të mirë dizajnin. Mirë po fokusoni në maksimum që të prekni vetë edhe ju, domethënë shihni në internet, bë diçka prekë, nëse ngec diku, nëse ke probleme, shkruaj në grup, unë domethënë ose në WhatsApp direkt unë ju ndihmoj më njëherë. Kështu që këtë e keni si përgatitje, kur jeni gati, domethënë lirisht mund të ma dërgoni. Atëherë, nëse nuk ka diçka, për sot është në rregull, atëherë shihemi nesër në ligjëratën ose në pjesën tjetër të elementar. Okej, në rregull, atëherë shifemi nesër, mirupafshim.